Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer ka vizituar qytetin e Durrësit ku u prit nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Të dy së bashku pan nga afër portin e Durrësit për sa i përket masave konkrete të kontrollit kufitar në këtë port të rëndësishëm. Gjatë takimit, ministri Hoxha u shpreh se së bashku me Britaninë e Madhe është ndërtuar një histori suksesi në menaxhimin e migracionit të palishëm. Të dy palët ndan bindjen se rezultatet kundër migracionit të palishëm do të zgjerohen edhe në fushën e luftës kundër krimit të organizuar. Gjithashtu, ministri i Brendshëm shqiptar diskutoi me kryeministrin Starmer mbi rezultatet e konferencës së fundit që u mbajt në Londër, ku Hoxha mori pjesë si përfaqësues i palës shqiptare. Gjatë vizitës së parë zyrtare të një kryeministri britanik në vendin tonë, Keir Starmer vizitoi edhe qendrën e inovacionit dhe muzeun e forcave të armatosura, ku u prit nga ministri i mbrojtjes Spiro Vengu dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, general-lejtnant Arben Kingji. Ministri Vengu dhe kryeministri Starmer panë mjediset e këtij kompleksi ku u takuan edhe me ushtar shqiptar dhe britanik. Puna në të cilën jeni të angazhuar aktualisht, që është trajnimi për ukrainasit, është një rëndësie të dorës së parë. Kam qenë vetë në trajnimin e Interflex për ta parë atë të ofruar në disa raste. Profesionalizmi dhe përkushtimi janë në një nivel shumë të lartë dhe janë me rëndësi të madhe për ukrainasit, të cilët pasi përfundojnë atë trajnim, shkojnë në vijën e frontit. Jo vetëm për të mbrojtur vendin e tyre, por edhe vijën e frontit të vlerave tona të lirisë dhe demokracisë. Nga ana e tij, kryeministri britanik falenderoi ushtarakët shqiptar që punojnë bashkë me ata britanik në misionin Interflex për të trajnuar trupat ukrainase, duke shprehur kënaqësinë për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes.